Mirdita data 3 korrik 2026. Të flasim pak për ditën e djeshme, për ndërhyrjet e ashpra që bëri policia përpara parlamentit, e shoqëruar kjo me arrestime. Si me fjalë po shfaqen fenomenet të dhunës, shteti nga njëra anë, natyrisht edhe pjesa tjetër nga ana tjetër. Unë nuk e ndryshoj natyrisht qëndrimin tim për protestat. Më thënë, Shqipëria e ka të domosdoshme që të ngrije njerëzit sot. E ka të domosdoshme, por jo për këtë lloj lëvizje që po bëjnë. Kjo lëvizje nuk bën gjë tjetër veç se largon mundësinë për një lëvizje për një lëvizje të domosdoshme, për një lëvizje që duhet. Sepse është nisur mbrapsht. Unë them, natyrisht dy janë problemet kryesore nga duhet nisemi, ose dy pikat ku duhet nisemi. Natyrisht unë e vë të parin faktorin kulturor, historik, i cili do shërbej si frymëzim për të bërë një analizë se çfarë patë dhe çfarë të kanë marrë. Natyrisht duhet nisesh nga kjo analiza historike kulturore dhe pasaj dhe natyrisht analiza ekonomike këtyre viteve. Tani që unë po flasë, 1 euro shëmbehet me më pak se sa 940 lekë vjetra. Më pak se 940 lekë vjetra, 1 euro. S'po shkojmë para kur filloi qeverisja e Edi Ramës në 2013, që ishte 1400 lekë, po shkojmë 5 vjet më përpara. 2021-shin. 2021-shin, 5 vjet përpara, 1 euro shkëmbej me 1200 lekë. Po krahasojmë vetëm 5 vitet e fundit. 1200 lekë. Shkojmë në Rinas, edhe pra diferenca është 26 euro. Pra në krahasim me 5 vjet përpara, në momentin që ne dorëzojmë 100 euro, na grabiten 26 euro direkt në shkëmbimin e paras. Ato 26 euro që grabiten, në rast se do të kishte pavarësi Shqipëria monetare, do të shkonin pra atë që ne shkojmë në Shqipëri. Se zakonisht në përgjithësi emigrantët janë të lidhur me pjesën më të varfër të shoqërisë të shqiptarëve në Shqipëri. Domethënë po ta vini re, kjo pjesa që është më mirë në Shqipëri nuk ka ikur në emigracion, asë një fare se çdo thotë emigracioni. E shohin kështu, domethënë teorikisht emigracionin, por nuk e dinë dhe flasin gjoja për drejtat e emigrantëve. E kujtim po pa e ditur. Kjo pjesa që një 30% shpëthemi të Shqipërisë. Dhe faktikisht është ky 30% që proteston sot. Nuk është ai 70%. Ka sigurisht në brenda shesh dhe nga 70%, po unë them ai që dominon protestën. Domethënë protesta ka një problem, pra, sepse protesta nuk është në drejtimin e drejtë. Është një protestë europeiste. Domethënë këta që janë protestë kërkojnë hyrjen e Shqipërisë në Europë, në përgjithësi. Asnjë prej këtyre nuk është kundër hyrjes së Shqipërisë në Europë. Dhe e shohin hyrjen e Shqipërisë në Europë si shpëtim nga korrupsioni i brendshëm, nga korrupsioni i Edi Ramës. Pra këtë bëjnë arsyetimin njerëzit, ose kjo është propaganda që na bëhet. Domethënë këta po pengojnë Europën sepse kanë bërë shtetin e krimit, qeverisje kriminale, na kanë vjedhur, kanë futur dorën në xhepat e shqiptarëve. Janë hajdut, gjithë korruptuar. U rrethua parlamenti, u tha gjithë parlamentarëve janë gjithë hajdut, nuk u bë dallim fare për asnjë. Pra, edhe kërkohet ndërhyrja e të huajve, ndërhyrja ndërkombëtarëve. Dje e thoshin mënyrë qartë, thoshin duhet që t'i shkruajmë dhe ambasadës amerikane
që të ndërhyjë në këtë situatë, domethënë sepse ne po ndeshemi me një qeveri të korruptuar e cila duhet të rrëzohet. Për rrëzimin e qeverisë, të gjithë janë të interesuar natyrisht. Problemi është që këto forcat që kërkojnë rrëzimin e qeverisë nuk janë nga ana e drejtë, janë nga ana eksaktësisht e kundërt. Nga ana e gabuar, sepse këto kërkojnë Europën. Atëherë, nëse neve dikur para 5 viteve çonim 1000 euro, çonim 100 euro dhe na jepeshin 1.200.000 lekë të vjetra, tani na jepen 940.000 lekë. Pra na vjen 260.000 lekë të vjetra në 1000 euro flasim. Ku shkojnë këto? Natyrisht këto i merr Europa. Kjo Europa që bëjnë llogaritje njerëzit, dhe thonë duhet futemi në Europë sepse humbasim mundësinë e shumë parave. Këtë propagandë bën Edi Rama. Thotë kur të futemi në Europë do kemi 100 milion këtu, do kemi 200 milion euro këtu. Domethënë na e propagandon ky dhe këta europeistët që janë në protesta, Europën si gjë që do vendosi mirëqenie në Shqipëri, do eliminoj korrupsionin, do ju silli parajsë njerëzve. Pra nuk u ngopën njerëzit me çekun e bardhë të viteve 90, i cili shkaktoi grabitjen e kursimeve në 97, po kërkojmë përsëri një çek të bardhë. Me ëndrrën e çekut të bardhë se do na vinë në këta miliarderët, e Europa, kur të futemi në Europë, do na japin pare vu me që do më thënë do kemi pare sa të duam. Kjo është propaganda që bëhet. Në të vërtet në kapitalizmin neoliberal nuk hidhet 1 euro, pa u menduar që ai 1 euro do rikthehet mbrapa në formën e një kapitalit grumbulluar, apo do shtohet. Pra që kur injektohet paraja, që kur krijon këto tash quhet fonde, sepse fjala fond në Shqipëri ka njerëzit e konceptojnë ndryshe. Fond njerëzit nuk kuptojnë një valizhe me para. Ka ardhur fondi, thonë. E ke parasysh domethënë po fondet në kuptimin financiar kanë një kuptim tjetër. Në kuptimin financiar fondi është diçka tjetër. Fondi është një bashkim kapitalesh financiare, të cilat vendosen këto bashkime kapitale që kanë emra mbi emra, ata që kanë parat në këtë që tash quhen fond, dhe që ky lloj fondi investohet, pra bashkohen po themi 1000 veta, kanë nga 1000 euro, thonë ti bashkojmë bashkë gjithë, ti japim me interes. Ti shtojmë, pastaj shtohen apo pakson është problem tjetër. Por domethënë kurse fjala fond në Shqipëri është nënkuptuar, do vi fondi që të na rregulloj rrugët, do vi fondi që të na japi parat, na japi të ham, ka vendosur një fond Europa në shërbim të shqiptarëve që do t'i bëjë pasur, siç vendosi Amerika çekun e bardhë. E njëjta gjë. Pra këtu nisemi me këmbën mbrapsht. Këmba mbrapsht është që këto lëvizje në Shqipëri, ose këto manifestime, janë europeiste dhe për këtë degradojnë tani, sepse ndeshet një europeizëm ekstremist, i djathtë, me një europeizëm të majtë. Europeizmi i djathtë është ky ashtuqytur nacionalizëm, këto patriotët shqiptarë, që kur kanë lindur në vitet 1900, kanë lindur direkt si tradhtarë, vërtet. Që nga rilindasit, Fanolli, Fajkonica, Gjergjfishta, e të tjerë, ta që në fillim kanë lindur si nacionalist, po nacionalist globalist, nacionalist shërbim të imperializmit. Që atëherë, dhe kjo pjesë tani nacionalizmi europeist, sepse është i çuditshëm ky nacionalizmi shqiptar, se nacionalizmat e vendeve të tjera janë anti-europeist, kurse joni është europeist amerikanist. Pra e kundërta e gjithë këtyre nacionalizmeve të tjera. Sepse kështu ka lindur, në vërtet si një lloj nacionalizmi liberal. Dhe nacionalizmi që do ta rregulloj racën tonë shqiptare të pastër, ta bëj akoma më të pastër. Do të nacionalizëm me racizëm thellësisht. Ka lindur si një nacionalizëm
kundër kulturës tonë të vërtet, kundër kulturës tonë origjinale. Unë ju them nga shumë video, po ju them nga kjo video shqiptarëve, ktheuni në fenë të parëve. Ja u them sinqerisht, ktheuni në fenë të parëve. Po jo në këtë që thonë këta nacionalistët, globalistë, rilindas e tjera. Feja të parëve, shqiptarëve, është feja e kohës së perandorisë otomane. Dhe më dhe feja të parëve, kur themi ktheuni në fenë të parëve, ju them, ktheuni në vitet 1800-1900, përsa i përket anës historike kulturore. Është shumë e domosdoshme. Sepse aty në kanë masakruar të. Aty kanë eliminuar atë naturalitetin tonë. Pra kush janë? Muslimanët e viteve 1800. Shqipëria ishte tërësisht muslimane gati. 600 vjetë nuk mund të kthehemi në 600 vjetë më përpara, jo do kthehemi tani te Iliro Pellazgët. Jo, ktheu te feja e parëve, ktheu te viti 1900. Aty janë fetet e parëve. Nuk janë fetet e parëve te Iliro Pellazgët. Ky është mashtrimi për të eliminuar pikërisht atë plagën e rëndë që këta shkaktuan në vitet 1900. Ç'është kjo tani që ca mirditore, ca pukjane, ca lezhjane, kujtun edhe pak shkodran, të na krijojnë këto mitet kombëtare. Ca mirditor, ca pukjan, ca lezhjan dhe një 2 shkodran. Skënderbeu dhe Nën Terezën, që duam ne ata? Ore, nuk është mit, nuk më përfaqëson ai mua. Baba ime ka emrin, e kishte emrin Hetem. E ka. Se tani është në Parajs. Në Nasanie. Jushim ishte i lidhur shumë me Stambollin. Do me thënë, që janë këto tani nga erdhën mirditorët e pukjanët, edhe po na vendosin terrorin neve në kuptimin historik kulturor. Sepse ky është problemi, këta çfarë kanë bërë? Gegetosk, thonë të jemi bashkë, kujdun e tjera. Dialektet, gegetosk. Jo gegnishtja është gjua shqipe, kujdun, gjithë këto gegnishte, kujdun. Ore, është tremblim kjo. Kjo është masakra që është bërë shqiptarëve, që u futën njeri me kal, Skënderbeun, pastaj u shtuan në Nën Terezën, mirditorët, ca pukjan, ca lezhjan, dhe një 2-3 shkodran, edhe neve duhet të rrimë t'ju nështrohemi këtyre simboleve e këtyre. Ndërkohë që Shqipëria, shqiptarët ishin muslimanë. Që lidhje kanë shqiptarët me Skënderbeun? Skënderbeu ishte katolik, ose ishte ortodoks që u transformua, ishte bizant, ishte i ortodoksisë që u transformua në katolik në shërbim të papës, e kujtun shërbim të Venecias, në shërbim të austriakëve. Pra kjo është kryesor, Nën Tereza, që më duhet mu me Nën Tereza? Nën Tereza nuk është, unë nuk jam jesaj feje, dhe më dhe kultura e njerëzve, duam apo s'duam, këtyre nuk ju intereson shumë në çfarë gjuhë fletti, këtyre që duan me të shtype me të dominu. Këtyre gjuha ju intereson shumë pak, pavarësisht se tek ne ka ngritur mitin e gjuhës shqipe, sikur turqit, grekët, serbët, vrisin ata që hapnin gjuha shqipe, janë gjithë pralla këto, janë gjitha pralla. Nuk ju intereson gjuha shqipe kaq shumë. Ati që dominon, e kam fjalën unë. Nësa i ka interesuar gjuha shqipe, po themi grekëve e turqëve e serbëve, po themi që janë kundërshtuar sepse kundërshtonin dominusin, është tjetër gjë, është tjetër pozicion kjo. Pa ai që dominon, që është i fortë, Amerika, Anglia, Franca, Gjermania, kjo pjesa e perëndimit pra këta e kanë dominuar botën gjatë kapitalizmit. Ta kanë qenë ata që krijuan kolonitë e kujtun e tjera skllavërit. Këtyre nuk i intereson gjuha që flet. Ta se kanë problem fare për gjuhën, fole, zhvillohet i gjuhën tënde. Problemi këtyre është kultura, zakonet. Ato janë problemi këtyre, qa kulture, ai do me të zhduk ty, memorien kulturore, memorien e zakoneve, zakonore. Ajo i krijon pengesë kapitalizmit liberal, që të ketë rrugë të hapura për hegemonie, për dominime, për skllavërim të popujve.
është elementi kulturor, jo elementi gjuhësor. Elementi kulturor i shqiptarëve është elementi musliman. Musliman i perandojës otomane. Këto ishin shqiptarët. Pse duhet shqiptarët tani? Ky shteti shqiptar të ndërtojnë në mënyrë të ndryshme. Qofse u bë shkëmbimi i popullsive, sepse ishte i domosdoshëm se nuk jetonin dot të shtetet nacionale, siç bëri Greqia me Turqinë, apo siç donte të bënte edhe Jugoslavia me muslimanët shqiptarë, sepse kur flitet më çudisin këto çamët mua. Kur thon shoqata e çamërisë, jo, shoqata e muslimanëve të çamërisë. Duhet thon shoqata e çamëve musliman, sepse ata që janë persekutuar nuk janë çamët ortodoks. Domethënë persekutimi që u bë shqiptarëve në Greqi nuk u bën mbi bazë gjuhë, por mbi bazë feje. Është shumë e rëndësishme kjo, por dhe këto Sërbën, nëse do themi për atë planin e Çubriloviçit, e kishe prap përsëri me problemin fetar, jo me problemin pse flet shqipti, gjuha shqipe. Milošević ishte ai që e lejoi më shumë nga gjithë zhvillimin e gjuhës shqipe në Universitetin e Prishtinës. I shtoi ato financimet më shumë se sa çdo kusht tjetër. Nuk i prishte shumë gjuha shqipe punë atje. Se sa këto elementet kulturor, të cilët me fjalë ky nacionalizmi gjuhësor i ka masakruar e ka ndërtuar element kulturor të falsifikuar. Sepse kjo është baza, nëse ne nuk kuptojmë këtë, nuk bashkohemi dot pastaj. Sepse do jemi gjithmonë të përçar, por përçarja nuk janë fet, siç thon këta, feti i përçajin. Jo. Në fundit pse mos bëj shkëmbimi popullsisë edhe për shqiptarët në atë kohë. Meqense u vendos do bëj shteti shqiptar, bëheshin shkëmbime popullsie. Në shkuptim do thonë ju do bëheshin shkëmbime popullsie. Këta pukjanë, këta mirëditor, që thoshin jemi katolik, ti largonim. Se këta ishin pak, ishin 10%. I largonim këta dhe ishim rahat sot. Largonim ata, largonim Salesian, dhe në vend tyre sillim sa shqiptar nga ku diun do i largoje këta në një shtet i cili kishte për bazë të fen katolike, dhe silje sa musliman nga i vend aty bëj shkëmbime, si i bëri Turqia me Greqinë. Sepse ishte domosdoshme se si jetonin dot. Kurse këta tek ne kanë bërë të kundërtën asaj që bëri Greqia me Turqinë, eksaktën e kundërt. Ajo u bëti për të kriju stabilitet të shtetit modern turk dhe shtetit të ri grek, që një zgjedhje detyrueshme, aq sa që zgjedhje detyrueshme dhe largimi i muslimanëve çamë, do të ne fajsojmë Greqinë. Është normale sepse kanë bërë persekutim për muslimanët çamë. Por ata e kishin të domosdoshme në një farë mënyrë, sepse ndryshe nuk jetonte dot shteti i Greqisë, sepse po të rrinin çamët muslimanë në Greqi. U fut edhe komunizmi në Shqipëri. Te ishe komunizmi, ande si ishte komunizmi këte do i shfrytëzonte çamët musliman për interesin dhe ai të tin, dhe bëj një mishmash, dhe normalisht me është bërë kjo llogaritje e cila u shkarkua në një lloj forme pastrimi etnik, nuk diskutohet mbi shqiptar, po ka qenë domosdoshmëri ekzistence. Domethënë, nuk është problemi këtyre, problemi është i joni që ne jo vetëm që nuk e ndihmuam veten tonë, nuk diskutuam me njëri tjetrin për ekzistencën, po ne e shkatruam ekzistencën. Ne bëm atë që ne akuzojmë të tjerët. Ne bëm gjenocidin e brenda për brenda. Natyrisht nuk e bëm ne shqiptarët, sepse e bën tuajt, e bën perëndimi, e bën austriakët në fillim dhe e vazhduan edhe të tjerët. E vazhdoi Zogu, e vazhdoi komunizmi, po e vazhdojmë prapë këta sot. Pra ne, në atë kohë, do bëj shteti shqiptar, po okej, dakor. Baza, kush do jetë baza kulturore e një shteti? Domethënë baza historike kulturore, ajo që është. Nuk do ta kërkojmë tani vemi nga Ilirë dhe nga Pellazi. Ato ti mund t'i propozosh si të kaluara historike për të si thua që të shërbejë për të vendosur ca rregulla më solide. Por është ajo e momentit, ajo që ishte aktuale në vitin 1900. Pra, shqiptarët ishin 70-80% ishin musliman. Pra do krijoj një shtet ku baza kulturore do ishte ajo që ishte. Nuk ka pse ta ndryshosh tani të vendosësh shqiptarinë.
Se shqiptari do thot anti-muslimanizm, vërtet. Shqiptari do thot islamofobi. Pse do ndryshosh ti kulturën e një populli, zakonet e një populli? Ku e gjete këtë të drejtë ti ndryshosh? Ato janë rregulla morale, kujtun që i vendos një popull. Pastaj këto, se çdo gjë me muslimanët e lidhin me gruan, me problemin e gruas, gjithmonë. Po nuk është vetëm ajo. Kemi shumë gjëra të tjera, norma të reja, e para është dhënia e parave me interes që ka mbytur botën. Që nga pikpamja morale muslimanët e vërtet nuk e pranojnë. Është bixhozi, ku Italia më shumë harxhohet për bixhoz se sa harxhohet për ushqim. Janë veset e tjera, janë alkooli, është droga, domethënë këto 4 gjëra me fjalë një si thuesh, njerëzit që kanë besim musliman, ose që ata që e kanë vërtet, nuk i pranojnë. Po janë gjëra që e mbajnë shoqërinë këto. Pra keni parasysh, domethënë, këtu është problemi kryesor i joni, sepse këta krijuan një shtet. Thash dhe jenë vend që ca pukjanës e mërditorë ti shkëmbenin me ca muslimanë në vendet tjera, bën eksakte në kundër, vranë muslimanët që ishin gjithë popullsia. Dhe thonë, po jo, se ne kemi qenë dikur kristiane, katolike, kujtunë tjetë, ishin 600 vjetë më dhe, dishdo më thënë, 600 vjetë histori, 600 vjetë histori janë bërë konvertimet janë bërë me forcë, janë bërë me dëshirë, janë bërë si janë bërë në fundit. Ky popull kështë krijuar një kulturë, u asimilua, nuk u asimilua, nuk ka asnjë lloj rëndësie, domethënë është një popull që përfaqëson, përqafon një lloj kulture. Jo është e tia, jo s'është e tia. Nuk ka rëndësi, s'ka si rëndësi fare. Në një moment ky ka ca rregulla morale të tjera, ka ca zakone, të cilat ti nuk mund ti eliminosh, dhe ti zvendësosh artificialisht me të tjera moderne. Pra gjithë problemi, pra, në fundit është kjo, dhe këta që ngrihen tani, këta ngrihen me flamurin e Skënderbeut, të Nën Terezës, këta europeistët e Tiranës. Ndërkohë që sot është pikërisht duhet të thërresësh, ti bësh një analizë tamam shtetit shqiptar që në krijimet e tija. Dhe ti thush njerëzve që prindrit tanë, gjyshit tanë, s'ka pse të kemi turp në jo, ne sym do të në Europë se jemi musliman. Gjyshit tanë, prindrit tanë, kanë qenë musliman. Ne jo. Sepse neve na shkatroj Zogu, na shkatroj Enver Hoxha, na shkatroj demokracia. Pra neve lindëm, por ne do të kemi një identitet kulturor. Shqiptaria nuk është identitet kulturor, shqiptaria është një ideologji antikulturë, në vërtet. Shqiptaria është për të shkatërruar kulturën, për të shkatërruar zakonet. Shqiptarinë e morim shumë komunizmi. Mendoni, parimi më i lartë i moralit komunist ka qenë atdheu, ka qenë nacionalizmi, domethënë ata kanë qenë nacionalistë, ekstremistë dhe komunistë Enver Hoxhës. Që me ekstremizmi nacionalist ata bën ato gabimet e mëdha të qindra mira bunkjerve, kujtun, që ndërtuan, që çimentuan, që egzageruan, shkuan në ekstrem me fjalë që energjinë e një popullit tërë e përdorën në mënyrë më të keqe. Pavarësisht gjërave të mira që pati komunizmi, natyrisht se i patin, ndërsa këta ne s'kemi as ato. Edhe jemi tani në këtë situatën e sotme. Kjo lëvizje që është Shqipëri, është një lëvizje, nuk është në favor të shqiptarëve. Kjo është lëvizje europeiste. Nga njëra anë keni Alfred Sakon, Altin Goxhajn, Dritan Goxhajn, gjithë kjo pjesa këtej, të cilët janë më shumë ekstremistë, janë për shqiptarinë anti-serbe veçanërisht, por dhe anti-greke, për europeizmin dhe dalin kundër personave këta, kundër personazheve tip George Soros, Edi Rama. Pra janë këta faj, problemi është sistemi është shumë i mirë, por kemi ca njerëz të këqij në botë siç është Soros e siç është Edi Rama. Por sistemi është ky që është, sistemi është i mirë sistemi, por janë njerëzit dhe janë njerëzit që prishin sistemin. Nuk është sistemi i keq, kështu, kjo është teoria e këtyre. Dhe kërkojnë Europën këta. Ja, me Europën, këta nuk e kanë shanë ndonjëherë as NATO-n, as Europën, as Amerikën.
Europën absolutisht fare, në kuptimin ne duhet hymë në Europë. Europa s'është kështu. Europa ka demokraci, Europa bën zgjedhjet. Tu tek neve vjedhet shumë, ka shumë korrupsion, edhe i bashkojnë dhe Spakut pastaj. Këta me Spakun janë gjithë. Pra i bashkojnë Spakut. Spaku është i Europës. Nuk është i shqiptarëve, është i Europës, i Brukselit, është Spaku. Pra këtu, Amerika në vërtet përdor Brukselin për Shqipëri. Dhe më thëmë, po ta vini re, ambasatë amerikane, ambasatë Europës, ishin bashkë ato, kur përqafuan, atëre kur votua reforma drejtësi. Komplet, dhe më thëmë, Amerika ja ka besuar qeverisjen e Shqipërisë, Brukselit, dhe gjithmonë bën Amerika, me qënësës me gjithse, dhe më thëmë, është konflikti me Europën, bën gjithmonë, na krye kushtet të jetë ajo ndërmjetësia jonë për të futur ne në Europë. Kështu na thonë. Amerika do ndihmoj Shqipërinë që të futet në Europë. Dhe madje më e para pasaj që është patronazhistja e Shqipërisë është Italia. Italia është e interesuar që Shqipëria të futet në Europë. Ndërkohë që Shqipërisë i duhet anti-europeizmi sot, nuk i duhet europeizmi. Dhe më dhënë qoftë se shqiptarët kemi arritur këto kushtet vështira, që unë i lidhë në dy ato numrat kryesorë. Në shkëmbimin thasht lekut me valutën, se aty bëhet direkt lidhja kryesore e parave, sepse Shqipëria nuk ka ekonomi vendi. Shqipëria ka ekonomi importi, ekonomi konsumi. Dhe gjithë dhe mallat që shifnin për dyqane, që kur ngriheni mëngjes, çfarë konsumoni, çfarë lexoni, çfarë investoni, çdo gjë që blini pra për të konsumuar apo për të investuar, është mall importi. Malli importit nuk blihet me lekun shqiptar, blihet me valutën, blihet me euro, me dollar, me sterlina. Pra çfarë keni aty, baza monetare, dhe më thënë, është valuta, nuk është leku, sepse leku nuk është shoqëruar fare me prodhim, nuk ka prodhim. Leku është thjesht një ndërmjetës për të mbytur valutën. Dhe më thënë, për të shkatruar valutën, sepse valuta është ajo, pra euri, dollari, sterlina, me të cilën shqiptarët ushqehen apo investojnë. Shqiptarët Shqipëri flasë, shqiptarët Shqipëri ushqehen, apo vlerësojnë, apo investojnë në një gjë, zgjerojnë, bëjnë hapi në një aktivitet vogël, është valuta, është euri. Sepse ndërsa leku shërben thjesht një ndërmjetës për bindësh, një ndërmjetës i fshehur, gjoja i tregut lirë valutar, për të grabitur valutën. Kjo është forca e vërtetë e ekonomisë Shqipërisë, është valuta, nuk është leku. Pra, ti kuptojmë këto gjëra se shumë herë do thonë vjedhin taksa paguesit, në ata i marrin vjedhin taksat tona. E kuptoj që vjedhin taksat tona, me lekun shqiptar. Ti nuk ke asgjë. Me lekun shqiptar, ekonomia shqiptare shumë e dobët. Ekonomia e vendit. Ekonomia është ekonomi importi. Gjitha ndërmarrjet në Shqipëri janë ndërmarrje importi, nuk janë ndërmarrje eksporti. Dhe pasaj natyrisht kjo që ka bërë Europa, sepse forcimin e lekut e ka bërë Europa, nuk e ka bërë qeveria e Shqipërisë. Qeveria s'ka ndorë, xhanëm. Por do me thënë, këto mekanizmat janë ndërtuar nën presionin e Europës, ose më mirë nën kontrollin absolut të Brukselit. Nën kontrollin absolut. Nuk ka asnjë lloj kontrolli qeveria shqiptare mbi shkëmbimin valutar. Kjo pastaj është shkarkuar në rritjen e çmimeve, sepse e themi në çdo video këto. Pra këto dy janë kryesore, valuta e cila po grabitet në mënyrën më të tmerrshme dhe valuta shqiptare pra. Edhe e dyta, shkarkimi i fluksit valutës
i kësaj vite që bëhet valutës në rritje dhe çmimesh. Rritje çmimeve shtëpive të tjera, rritje çmimeve nëpër supermerkate. Pa rritje çmimeve të importit, e mallrave, të konsumit, të domosdoshëm të importit. Kemi arritur në këtë pikë. Kush është zgjidhja? Është europeizmi, të futemi në Europë, por si kuptojnë shqiptarët aty futje në Europë, që kjo Europa vetëm do ju japi, apo Europa do t'i marrë gjakun gjithë njerëzve? Se Europa po i merr gjakun Italisë, po i morim gjakun Greqisë, Portugalisë, Spanjës, vendeve kështu, po i merr edhe vetë Gjermanisë. To autokracia e Europës. Si e kuptojnë Europën njerëzit në Shqipëri? Që Europa do hapi thesin, dhe do ju japi parë dhe ti do t'i marrësh dhe t'i konsumosh. Kështu e mendojnë njerëzit. Dhe në Europa është problem të cilin këta mendoni është një lloj mazokizmi ky. Që do plotësojmë kushtet, futemi në Europë, që t'i futim sa më shumë thika vetes tonë, që ne të futemi në Europë, që kur futemi në Europë i kemi futur vetes thikën më finale. Aty kemi mbaru fare. Këto analiza nuk bëhen dhe s'bën dhe qëllimisht, se unë nuk besoj që s'ka shqiptar që t'jenë taft, që të vijen punës dhe t'i studiojnë këtë gjëra, me siguri ka. Por sepse askush nuk financon në këtë drejtim, që të zbuloj si është realiteti për sa i përket flukseve të mëdha dhe lëvizjes njerëzve, flukseve të kapitalit dhe lëvizjes njerëzve që janë kushti i hyrjes Bashkimit Evropian. Pra kushti i Bashkimit Evropian është fluksi i kapitaleve dhe fluksi i njerëzve, që ti mos i ndërpresësh. Dhe kjo si rezultat sill eliminimin e të dobtit, shkatrimin e dobtit dhe forcimin e të fortit. Ne jemi të dobët dhe duam të futemi në Europë, kur jemi shumë të dobët, në kuptimin se thash kjo mendjemallësia e shqiptarëve nuk e zvendëson dot realitetin konkret. Se shqiptarët janë mendje mëdhenj dhe ju duket vetja që neve thot Shqipëria është zhvilluar, shefti është më mirë Shqipëria se Greqia, më mirë Shqipëria se Serbia, kujt fillojnë me këto mburrjet. Këto janë mburrje boshe, sepse nuk mbatet niveli i një vendi me se po shefti gradacier se kanë pastruar të qendrën e qytetit dhe s'po edhe njerëzit letra në rrugë. Nuk matet me atë, mund të hedhësh letra në rrugë. Ajo është pjesa civile, pjesa e edukatës që kanë njerëzit. Këto i mësojnë asaj edukatës qytetare, që thonë këta, por sistemi nuk është ai. Mund të hedhësh letra në rrugë. Nuk është problemi se po hodhe letra në rrugë dhe sistemi funksionon keq. Po se hodhe letra në rrugë do funksionoj mirë. Nuk ka lidhje me letrat në rrugë. Kjo është e qëllimshme që zvendësojnë këto rregullat të kontradiktën politike, e spostojnë ata shoqëritën kontradikt qytetare të njerëzve me njëri tjetrin, të këtyre rregullave civile, që shkojnë tek grindjet brenda familjes e tjetër, merren me këtë pjesë, por jo me pjesën tjetër të kontradiktës politike, të kontradiktës të dominimit njerëzve. Dhe po ta vini re dhe sot e quajnë protestë qytetare. Ka futur këtë fjalë në Shqipëri, protesta qytetare. Çfarë është kjo fjalë qytetare, më dha? Ç'kjo qytetare? Dhe kanë të drejtë gjithë të protestojnë, thonë. Nuk kanë të drejtë gjithë të protestojnë. E drejta e protestës kur ka lindur nga ata poshtë që protestojnë kundër atyre lart. Nuk është e drejta e gjithëve të protestojnë, letër mund ta shkruash ti. Por kur ka lindur, atyre që janë poshtë, borgjezia ju tha, po ju lejojmë që ta shfryni atë dufin tuaj, mërzitjen tuaj, dilni dhe shesh tulërini në mënyrë qytetare dhe të kërkoni në një gjë. Dhe ne shohim, po që se kemi mundësi o japim, po që se preken shumë interesat tona, nuk jo japim, mbi bazën e ekuilibrit forcave. Pra ja u dha padroni, ja u dha punëtorëve të drejtë, po nuk bën protest padroni. Se shkuptu shumë mbrapsht aty protesta qytetare, edhe padroni tani, ai Samir Mane, po themi që me qenë se me kastratit, dhe të dalin ata të bëjnë protest për 1 maj. Të bëjnë ata protest për drejtat e punëtorëve në 1 maj, të organizojnë ata protestën. Ata të flasin tani të podiumet. Po kështu po transformohet edhe në Itali, po humbet ai kuptimi. Por kur themi aty kanë dalë njerëzit, do dalin ata njerëz të cilët janë të shtypur kundër atyre njerëzve
Domethënë janë grupe shoqërore këto, grupe sociale që duhet të ngrihen sepse janë të emargjinuara, kanë ngelur jashtë shoqërisë dhe 40-50% e shqiptarëve i kanë nxjerrë jashtë në shoqëria. Njeri që s'ka të paguaj faturën e dritave, se mezje paguan, ai është jashtë shoqërisë. Ky duhet të ngrihet, është kjo grup njerëzish, në vërtet. Jo protesta nga lart. Dhe kanë drejt tani dalin gazetarët aty. Dalin këta që fitojnë mira eur, e thonë është drejta e protestës, ne por protestojmë protesta qytetare, drejta gjithë kanë drejt protestojnë. Gjithë, ne jemi qytetarë neve, dhe po protestojnë qytetarët. Jo më do protestat, janë protesta klasash, grupe shoqërore. Ti je një grup shoqëror që je i shtypur, i diskriminuar, ti duhet të ngrihesh, të ngresh zërin që të mos jesh i shtypur. Protestat janë punëtore në përgjithësi. Ose njerëzve që janë pa punë, njerëzve që s'kan buktan, njerëzve që janë për të emargjinuar nga shoqëria, njerëzve që kanë pensione të ulta. Jo me llafe, po ngrihet tani ai qeleshëxhiu i fondacioneve tuaja dhe po thot ai pensionet janë të ulta. E dim ne që po duhet ngrihet pensionisti për të kërkoj pensionin e ulët. Jo të ngrihet ai për pensionistin, po i bën asistencë politike pensionistit qeleshëxhiu. Pra, këtu jemi. Tani, unë atë që them këtë, 2 gjëra pra i them njerëzve, aq sa mundem. E para, të kthehemi në fenë të parëve. Është shumë e domosdoshme. T'i abandonojmë këto simbolet kombëtare, të shcajuara. Skënderbeun Nën Terezët. Shumica e shqiptarëve nuk kanë punë në Skënderbeun Nën Terezët. Këta mund të bëjnë dhe ligje, thonë gjëra sigur, ne s'po i fyem. Që thonë sepse këta nxjerrin ligje, po fyen, thot atë simbolin kombëtar, jo nuk po e fyem, nuk e dua. Tjetër gjë, nuk e dua sepse s'është imi. E ke futur ti qëllimisht për të bërë atë shkëmbimin e popullsisë në të kundërt që bëri Turqia dhe Greqia. Për të vendosur pukianët dhe mirëditorët, formalisht i vendosish mbi pjesën tjetër të popullsisë që është shumica. Pra këtë ke bërë nga pikpamja ideologjike. Për të eliminuar atë kulturën. Kështu që të kthehemi një herë tek feja e parëve. Që unë them janë, domethënë feja aty ku ka ngelur ora në vitet 1900. Kthehemi tek ajo pikë si ishin shqiptarët në atë kohë. Dhe baza kulturore e një shteti nuk duhet të jetë shqiptaria. Nuk ekziston. Shqiptaria është një ideologji e zbrazët. Shqiptaria është thjesht një armiqësi. Armiqësi ndaj është një antikulturë shqiptaria. Është një armë për të eliminuar zakonet, për të eliminuar kulturën, për të eliminuar njeriu në fund fare. Që të kthehemi te bazat tona natyrore, kulturore, rregullat tona të 1900-s. Dhe s'ka pse të kemi turp neve, të themi jo, do të kem turp, po që prindi im ishte musliman në atë kohë. Ne Enver Hoxha na bëri ateist, nuk diskutohet, por ne duhet të gjejmë forcën të rikthehemi, sepse aty jemi shkatruar. Ta ripërtërim, po jo me Elvis Naçin edhe me ata Ahmet Kalaja, që këta janë shërptorët e këtyre, e europeistëve. Jo me ata, në mënyrë natyrale. Njerëzit duhet të kthehen, siç ka qenë gjyshri tanë. Kthehemi te gjyshri tanë, te Haxhi Qamili. Aty duhet kthehemi. Në mënyrë të tillë që të rimarrim pasaj veten, sepse ndryshe nuk rimarrim dot veten. Aty është krijuar plaga e rëndë. Pse u dashka që të kesh frikë ti mund të kesh edhe 2 fe. Nuk po them bashkëjetese fetare, se këta bashkëjetese fetare. Këta e propagandojnë, pa është falso. Këta bashkëjetese fetare e nënkuptuan të vrasin muslimanët. Ose të vrasin minorancë, edhe minorancat nga Greqia, se minorancat greke, minorancat serbe kanë probleme edhe ato. Që nuk kuptuan shqiptarin këta. Të vrasin muslimanët parë. Shqiptaria s'duhet të ekzistoj, nuk ka shqiptari, se s'ekziston italianitet. Nuk ekziston, pse do të ekzistoj fjala shqiptari? Shqiptaria është abuzimi më i madh që kanë bërë këta. Pse italianët nuk e kanë problem, ata thonë baza jonë kulturore do të jetë kristianizmi. Atë ta zgjedhim dhe neve, po e ta zgjedhim në mënyrë artificiale siç e duan europeistët.
Nëse do i bëjmë 2 fe, 3 fe si që kemi, po ti bëjmë kuptimin, vërtet shteti ta ketë bazën atje. Baza kulturore tjetë ajo, jo shteti është laik, shteti është ateist, shteti është laik në kuptimin që respekton, jo thjesht respekton besimin, se si janë kuptur këto gjëra, se i ka eliminuar komunizmi. Jo ti je i lirë të besosh është gjë jote personale, besimi nuk është gjë personale, është gjë kulturore. Nuk është thjesht gjë kur është një bashkësi rregullash ajo. Nuk është unë po besoj te Zoti e po lutem te Zoti. Jo, jo. Jam njeri me Zot, është tjetër gjë. Jam njeri me Zot, besoj te sa rregulla. Dhe këto rregulla që unë besoj, dua që shteti në një farë mënyrë t'i marrë parasysh kur ndërton ligjet. Jo t'i bëj atë gjyqin atij Genci Ballës, ja bën ajo si e kishte emrin Elizabeta Imeri, nuk e di si e kishte kjo Tropojania, prokurorja. Dhe kur ai thotë që të dënov Zoti ty që po më dënon mua, kujtu më përdor këto shprehje të tilla, edhe ajo tani e merr me egërsi se ky është fetar, është e quhen ekstremist. Pse e quhen ekstremist? Se përdorë fjalën Zoti. Përdorimi i fjalës Zoti do të thotë që ti kërkon drejtësi, është tjetër gjë. Domethënë, kur thu ke Zot, ke një moral, ke ca rregulla, nuk je kundër dhënies, kundër shtimit paras nëpërmjet paras. Je kundër që ta mbyshish të varfrin. Je kundër që ta shkatërrosh titin të bizhozi, ta shkatërrosh të alkooli, ta shkatërrosh të veset në përgjithësi, ta shkatërrosh të droga. Pra ky është Zoti, Zoti është ky. Kemi Zot, kam Zot sepse dua që njeriu të jetë afër natyrës, siç e ka bërë Zoti. Kjo do thotë kam Zot. Nuk është thjesht e mban gruan mbyllur apo e le gruan të hapur të dalë apo s'del, që e kanë reduktuar këta vetëm në këtë pikë, sepse këtu është me ndjeshmja. Nuk është vetëm janë shumë rregulla të tjera. Pra edhe Shqipëria ka nevojë sot që këto gjëra, që kjo që po ndodh tani të shërbejë si një eksperiencë për ta rinisur nga shtatori ndoshta, po të riniset në këmbën su piede giusto, thonë italian, në këmbën e drejtë. Domethënë të riniset, të bëhet i gjë siç është bërë, të rikthehet ajo që bëri Haxhi Qamili në vitin 1915. Shqipëria ka nevojë për një lëvizje të Haxhi Qamilit sot. Në kuptimin lëvizje për kulturore, të mbrojë kulturën origjinale të njerëzve të shqiptarëve. Se kur them musliman, unë e them në kuptimin atë kur them të largoheshin pukjanët dhe mirëditorët, nuk e se jam për largimin e mirëditorëve dhe të pukjanëve të lezhanëve sot, absolutisht. Por të me thënë kuptimin, po të ishte zbatu rregulla, ishte më mirë, duhet bërë ajo, jo na mbytën ata neve. Në kuptimin jo të ndarës shqiptarëve, se konceptojnë njerëz ndryshe këtë gjë. Në kuptimin kulturor, nuk mund të heqësh bazën kulturore një populli ti. Zakonet e tjera, se mbi ato do ta ndërtojsh marrëdhëniet, qoftë të shtetin. E ligjet, do i ndërtojsh mbi atë bazë kulturore, mbi ato zakone. Pra, një lëvizje Haxhi Qamilit është e domosdoshme sot në kuptimin që populli i varfër të ngrihet kundër Europës, të ngrihet kundër NATO-s, të ngrihet kundër Amerikës, të ngrihen këto marrëdhënie diplomatike, sepse nëse ngrihesh kundër Europës, je ngritur kundër Edi Ramës. Sepse Edi Rama është shërptori i Europës. Kundër Europës je ngritur dhe kundër tyre që arreston policia. Kundër të dyre. Po të ngrihesh kundër Europës, bien gjithë këta që kanë kjo elita që s'ka pyetur për shqiptarët e tjerë, po ka menduar vetëm për familjet e tyre dhe na hiqet njerëz thotë jam patriotik, njerëz thotë nacionalist, tjetri thotë nga ana tjetër. Pra, problemin e krijoi Europa. Problemi do zgjidhet me anti-europeizëm, nuk mund zgjidhet problemi me europeizëm. Me europeizëm do thotë që të fitoj krahu i Edi Ramës apo të fitoj krahu i këtyre nacionalistëve. Pra këta po ta vini re tani çfarë duan, thonë, ne do futemi në Europë, thonë. Edhe luftojnë Edi Ramën, që Edi Rama të bëj, nuk është i aftë, thonë, ta fusi Shqipërinë në Europë, në kuptimin që gjithë shka ta ketë Europa, shqiptarët mos kena asnjë gjë fare, se kështu konceptojnë. Sepse thonë lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Lufta kryesore do të jetë kundër Europës, kundër sistemit neoliberal që të shkatërrojë,
që të shkatron çdo ditë, të grabit çdo sekondë ai. Pra të mbyllet kjo fazë, e cila edhe sikur të rëzohet Edi Rama, ndofta të rëzojnë, sepse po të vini re, po i bëjmë presion parlamentit, në mënyrë tillë që parlamenti të heqë besimin e Edi Ramës. Po keni parasysh që kjo sill një qeverisje tjetër pro-europiane. Më pro-europiane se sa Edi Rama. Më europeiste. Po europeizëm do thotë të shkatrosh shqiptarët më shumë. Unë kështu e konceptoj. Europeizëm do thotë ti shkatrosh akoma më shumë shqiptarët. Se ti po lufton atë socializmin, pak socializm që ka shqiptarët që ndihmojnë njëri tjetrin. Në mënyrë informale është e qartë, se po ti pagush gjithë taksat. Nuk ka do të bukë pastaj, këtu është problemi. Pse njerëzit evadojnë çik taksa, fshehin ndonjë gjë, futin para i çik fshehur kur kalojnë për dogane, sepse po të mos bëjnë këto gjëra, këto manovra, do mbeten në rrugë fare. Po është ky informaliteti që u ka dhënë bukë atyre pensionistëve në Shqipëri e njerëzve e të varfërve. Nuk ju ka dhënë formaliteti. Nuk ju ka dhënë ligjet e Europës. Nuk ka dhënë ndonjë gjë Europa për pensionistët apo për të varfrit në Shqipëri. I ka shkatruar përkundazi, ka bërë shkatrimin e tyre. I kanë mbajtur fëmijët e emigrantë. Përgjithësi, ata që janë jashtë shtetit, ata kanë mbajtur familjen në Shqipëri. Këta të duan ta heqin, ta marrin dhe ata. Përmjet Edi Rama se arriti, do të vendosin tjetër që ta marrin. Kur të vim nesër neve aty të bjem në 1000 eurë, tani na vidhin 250 euro, po themi 1000 euro me shëmbimin, nesër na i vidhin gjithë, na i sekuestrojnë aty. Të na thonë si bëre këto para, e kujtun e tjera, po i patë bërën punë zezë, ti marrin fare, që mos shkojmë fare as për të ngrënë një copë bukë. Pra objektivi do të jetë kundër Europës, kundër Amerikës, kundër NATO-s, kundër këtyre që krijojnë problemin dhe të gjenden zgjidhje pastaj si mund të shërohet, si mund të ecet përpara. Është në këmbën e gabuar. Ju uroj kalofshi mirë, dhe të shërbejë si të jetë kjo si eksperiencë, njerëzit ta bëjnë presionin, por jo që të zvendësohen me këto dhunat pro-europeiste. Se unë këtë që ndodh në Tiranë e quaj më shumë, më duket më shumë një dhunë që e krijon Europa vetë për të rrëzuar Edi Ramën në mënyrë të tillë që të bëjë reforma dhe më të vështira në Shqipëri kundër shqiptarëve. Pra në funksion, në interes të autokracisë e Europës, të bankierëve, të njerëzve miliarderë të pasur. Kalofshi mirë, një ditë të mbarë, mirupafshim.